Për sa i përket zhvillimeve të fundit, ju tashmë jeni ndjeni të qëndrimit të ambasadës gjermane, si përfaqësi diplomatike dhe zëri drejt për drejt i Ministrisë së Jashtme gjermane, kështu që në këto kontekst ambasada ka qenë goxha e drejt për drejt dhe e qartë që nga Gjermania si lokomotivë e Bashkimit Evropian, po dhe në unison me përfaqësinë diplomatike të BE-s në Shqipëri, domethënë pritet nga qeveria shqiptare që personat në hetim tu hiqet imuniteti. Në Gjermani ka raste pafund ku jo njerëz që janë në hetim, si rasti i zonës Balluku, po thjesht ku pritet për shembull të ketë hetime. Rasti më i freskët është një deputeti që vinte nga po themi ajo lidhja rinore e CDU-s, domethënë dhe për shkak të një konflikti në familje ku ish bashkëshortja e tij, domethënë tashmë niste proces gjyqësor ndaj tij për ndarje, domethënë dhe një farë mënyrë zgjidhje e lidhjes martesore, vetë ky fakt domethënë që personin fjalë do të ishte pjesë e një procesi gjyqësor, ai u detyrua të heqë dorë nga mandati i tij deputetit dhe madje dhe informoi shumë herët më përpara fraksionin e tij në ku ai bënte pjesë, që në këtë kontekst është i paimagjinueshme për eksperiencën politike në Gjermani që persona në hetim nga SPAK-u, nga institucionet të larta dhe prokuroria speciale që kanë edhe ku një farë mënyrë dhe akuza është jo vetëm për korrupsion, po kemi të bëjmë me keqpërdorim të fondeve publike, akuzat ndryshme për shpërdorim detyre, në këto kontekst janë akuzat të rënda ku normalisht pritet që për një shtet që aspiron të integrohet në BE, normalisht patjetër që të hiqet imuniteti, aq më shumë që zoti Rama ka ngritur një narrativ, domethënë që Shqipëria ka një progres të madh për sa i përket përafrimit apo hapjes kapitujve dhe përafrimit kryesisht të kapitujve fundamental që kanë bëjnë me drejtën e shtetit e ligjor.